E pash një video të VB Kajtazit. Pyetke se ku punon gruaja e Albin Kurtit. Ishte pyetje konspirative, me demek punon diku te armiku. Ky ishte nën tekst dorën në zemër. Pyetjet të tilla janë partizane, militanteske, pak a shumë sikur ato që militantët i shtronin për Vjosa Osmanin dhe takimet me Grenellin në Amerikë. Me që këtu mos harro me bë follow. E para punës, pyetjet e tilla nuk i shërbejnë as gazaris, as analizës, as debatit demokratik. Nuk arsyetohen me klimën e fushatës. E dyta janë pyetje të paargumentuara. Këtë akuzë ka bërë më herët edhe Krstiç, e doli që ishte gënjeshtër. Tash Kajtazi po ripërtyp njëjtën akuzë në formë të një pyetjeje. Pyetjet si kjo shtrohen veçsa me ngjalla edhe më shumë polarizim politik e debat shoqëror. Janë pjesë e një mrekulloje shoqërore, pjesë e një gazdarie të bazuar mbi thashëthënoj. Normalisht ne i thënë që gazdari. Logjika prapa pyetjes së VB Kajtazit është shumë e thjeshtë. Hedhë një spekulim, mos e mendo fort faktin, krijo debat, e ndoshta dikush në fund ta beson spekulimin. Ndoshta dikush edhe beson spekulimin, ama në fund të ditës vdes ideja e gazarisë faktuale, e debatit objektiv dhe asaj që habermasi e quan sfera publike ku debati racional ndërtohet mbi argumentin. Sa për gruan Albin Kurtit, dihet saktë se ku punon ajo, në Institutin Norvegjez. Rita ka një mëri shkrimesh për Kosovën, kritik ndaj privatizimeve neoliberale, kritik ndaj nacionalizmit serb, e kështu me radhë. Po e ka promovu librin mbi idenë e vetëvendosjes në Serbi, edhe shumë mirë që e ka promovu, pasi libri është një argumentim, arsyetim i të drejtës së Kosovës për vetëvendosje e pavarësi.